pjesëmarrjen e zonjës Osmani në bordin e klubin privat Trumpit që po i thojnë, pa megjithatë Kosova nuk ka jaman, s'ka alternativë tjetër dhe edhe oponent politik edhe kundërshtar të zonshëm të zonjës Osmani e kanë mbështetur në këtë rast edhe kanë përkrahur shkumin e saj sepse fundit ajo ka bën për rreshtimin e vendit saj, të Kosovës domthonë në këtë nismë të re dhe fundit jo për veti dhe kjo është paradoksale për arsye se tek vetëvendosja mundet të shkaktojë dëme vetës, domthonë sepse Albini dhe partia e tij nuk po japin kredi zonjës Osmani për këtë iniciativë ose për takimin me Trump. Kurse të tjerët, gjitha partitë tjera po ja pranojnë kredit zonjës Osmani që në fund mandatit s'poku e bonin një hajë për Adreun, për shtetin e Kosovës. Dhe kjo tash mund me kriju në minus tek ai që duhet me nominu, tek lëvizja vetëvendosje, sepse unë kam informacion që ata ende as nuk e kanë bisedu në partinë e tyre se kush mund t'jetë. Po mendoj se do ta nominojnë Gjosa Osmani. Nominimi i zonjës Osmani nga lëvizja vetëvendosje unë besoj që e kalon. Domethënë sepse kësaj herë duket që deputet do të jenë shumë më disiplinuar dhe do të qëndrojnë në sallë, sepse në rundin e parë dhe dytë duhet të jenë domethënë 80 vota në sallë, po gjatën janë kuti. Po në rundin e dytë e tretë, kurse në rundin e parë duhet me qenë 81. Qështu zgjidhet domethënë presidenti. Tash problemi është që zoti Kurti ka me bon analizën e tij se sa i vyn në mandatin e ardhshëm një presidente ose president si zonja Osmani. Sa ka nevojë për mbështetjen e tij dhe a bendon që ai do ta ketë më lehtë me kontrollu zonjën Osmani se sa dikon tjetër? Apo më lehtë mund ta kontrolloj dikon tjetër se sa zonja Osmani. Kjo është analizë që secili lider i cili ka fituar zgjedhjet e bën. Dhe bazë të asaj që po shihet, unë megjithatë kam dilemat e mia që zonja Osmani nuk ka me u kandidu për nga vetëvendosja. Ti mendon që nuk do kandidohet? Sipas gjitha gjasave. Kush mund del? Ka shumë opsione kushtrim, opsione i parë që flitet në ato zhoket politike të vetëvendosjes është dikush nga familja Jashavi,